Por sa zjati kjo histori dashurie? 5 vjet. Ai lo praktisi. Qa do m'ngelesh të rjetën, pen. A dhan, po nuk e tash. Pse? Më të ketu rrejke për mua, po. Babajin, filmosi babajin, edhe edhe lek. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të hap dritaren për një nën, ajo quhet Dashuri Meço, po Kaplani mbi emri vajzëris, e cila do rrëfej ditën e sotme një histori dashurie që ka patur në rinin e saj, kur ishte vetëm 17 vjeç, por që fatkeqësisht pas 5 viteve marrëdhënie u braktis nga partneri i saj. U braktis në momentin më delikat, kur ajo ishte shtatzën dhe do sillte në jetë djalin e saj. Por çfarë ndodhi më pas me zonjën Dashuri, ku ka kaluar 34 vite nga ai moment, do të jetë vetë ajo që do na i rrëfej këtë histori, është duke më pritur, kështu që hap dritaren dhe e ftoj. Dashuri, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje të tyre. Si jeni juve? Po mirë. Tani, ne bashkë kemi takuar në 2021 pas pandemisë. Ose bie 22-shin atë të. 22-shin? Ja, unë nuk e mbaj mend. 21-shi apo vitit 2022 jemi takuar, por që dua të tregoj me sinqert, kaq shumë njerëz takoj në punën time, në jetën e përditshme, sa unë nuk i mbaj mend të gjithë dhe ty nuk të mbaja mend të dashuri. Edhe pse dikush më dha numrin tënd, më tha lidhu me dashurinë, ma tregoi historinë tënde, unë nuk mbaja mend. Ndaj jemi të dyja sot dhe unë dua ta dëgjoj me vëmendje historinë tuaj për të mbajtur shënime dhe ndoshta një histori e harruar në dosjet e mia të rikthehet sot në vëmendje. Ju keni një histori të një fëmije që e kërkoni. Po. Atëherë mund ma tregosh të histori para sa vitesh bëhet fjalë? Në dhjetor ai mbush 34 vjeç. Kur ka lidhur? Në 1992 ka lindur. Në sa dhjetor? Në 22. 22 dhjetor dhe dhjetorin e këtij viti bën 34 vjeç. E ka. Djali juaj. Si ja vendose emrin? S'kishte sigura emër, po më. Por çfarë ndodhi? Pse nuk mundet do të arrisje ti djalin tënd? S'kisha krahas më prakrau njëri. Ai lo praktisi. A, ka ardhur nga një histori dashurie. E dashurie, sa vjeç ke qenë në atë vit, kur u njohej me babain e djalit tënd? 17. 17 vjeç ke qenë dhe u dashurove me një person nga zona jote. Në bashkë. Ai sa vjeç ishte? Ti 17 vjeç, ai? 20, 3 vjeç ishte një. Por sa zjati kjo histori dashurie? 5 vjet. Dhe ai të braktisi? Shkaku ishte që ti mbete shtatzën, apo... Në këto 5 vite njohje, mendoj që dashuria të jetë goxha e fortë mes dy të rinjve, si puna juaj dhe atit. Por ishte familja pengesë e dashurie? Nuk done. Pse nuk donte familja e ti? S'done. Arsye të ty. Ti mbete shtatzën dhe ja komunikove personit në fjalë? E mori vesh po iku në Greqi ai. A, kështu jeni ndarë? Do me thënë ti mbete shtatzën dhe ai u largua iku në Greqi. Kanë qenë vitet e para të emigracionit në 92-shin, shqiptarët sa po kishin filluar të dilnin. Por çfarë ndodhi? Në familje, çfarë i the nënës dhe babait, një vajzë e re? Shumë vonë e morë vesh, nuk rash në sy, shumë vonë. E ke kamufluar shtatzani që mos të bie në sy? E linda në Fier, pasaj në Fier atje e lash në anteritet. E dashurie, si e priti nëna dhe baba jot kur mësuan në muajt e fundit, sepse sido që ti jetë, shtazania fshihet, por në muajin e 8-9 barku është i dukshëm. Besoj e kam përjetuar. Kam përjetuar sa... Ishin ata... Me imaginu në ato kohë, si ishte aqe vështirë që ishte vetë fanatizmi edhe ato që ishte kohë.
ishin ata që të vunë kusht që duhet ta lije në spital ta braktisje? Se u dërguan e nuk pranuan ata njerëzit e atij. Tha, hajde merres, hajde, jo. U detyruan më lëmë, pëse ne e lash në fjerë më anteritet. Si ka qenë ai momenti? E lash e taksiste atje, se një nëndë lash familjen e tij, ku do vija, s'kisha për krahë, se mbajtja asnjë, pranuan që ta mbaja, ku do vija, në rrugë të nxirja, se mbaja s'kisha. Ke qenë dhe vetëm 17 vjeç në atë kohë, kështu që është e kuptueshme. Po jo, 17, po unë 22 linda djalin. Ti u dashurove 17 vjeç me atë, por ke qenë 22 vjeç, se më the isha 5 vite marrëdhënie lidhje. Por kur familja jote i dërgoi aber babait të fëmijës tënd që hajdeni për fëmijën, ai refuzoi. Ai ishte në Greqi, por ata s'pranuan njerëzit aty. Por sigurisht ata e kanë njoftuar, ai e di që ka sjellë në jetë një fëmijë. Po ai di, se di, po. Fëmija erdhi në jetë, më thënë 22 dhjetor të vitit 1992, e ke parë, të paktën ta kanë dhënë në krah? A dhanë, po nuk e tash. Pse? Qa do më ngelesh të rjetën, pen. Po prapë një nga betë pishmon. Ishe janë ato momente, të kalosh të ato. E qartë, gjendja juaj në atë kohë ka qenë ngarkuar, ana psikologjike, emocionale dhe e kuptoj, por e dhimbshme. Ta kanë dhënë infermierët në krah dhe ke refuzuar ta shikosh që mos të ngelej plag në zemër, por ajo plag të ka ngelur. Kush është për momenti se ishe ashtu, po pastaj ja bësh pishmen si psikologë. E dashur. Vetë më sa që linde djalëm, sa mos se dia se çka kisha. Linde djalëm sa mua ma prum kështu, sa mos ma shikoj se do më ngelet. Se për momenti thosha, ku kisha krah më braktisi, këta më shu asnjeri së për krah, kur do shkoj. Isha detyruar vetëm ma. E dashuri, ti ke firmosur kur e ke dorëzuar atë fëmijë, pra në momentin që ke dalë nga spitali ke firmosur. Kjo është e sigurt. Firmosi babain, edhe lek. Prindrit nuk i ke gjallë, besoj. Pram të dyme. E ke gjallë babain? Tani thonë kërkoj, po tani është vonë. është penduar babai që të ka ndarë nga djali. Po bëndi të mund të thënë që kur hapa Aida, që erdhat e Aida kërkova, që atëre kërkoja se e panë që filluan e kërkonin gjithë, se ishte mentaliteti atëri ishte opinionin. Pra, ti ke nisur kërkimet që në emisioni Njerëz të humbur me historinë tënde. Mua më sa se më tha edhe Ervini, ne do fillojmë thaj kërkimet. Ishte e njëjta ditë që ka marrë, nëse që premte kemi rastet e tjera, të herë do fillojmë, po unë i thash dua të dalë në studio se s'ma dim njerëzit e burrit. I thash unë s'pebe. Po që se do vendosësh të Ervini të dalësh, ne fillojmë kërkimet që të henën sa edhe të ta gjejmë djali. Po mirë, që se do vendosësh. Dikur e ke refuzuar të dalësh në media, sepse ke pasur komplekse, do paragjykoheshe. Sot e ke marrë guximin, i e bërë një grua e fortë. E mora bërë, përderi sa dole të tyja, unë e mora, e mora parasysh. Unë në kisha, zere se kisha 5 vjetë, e filluar me të dëshpros. Unë në punën time... Edhe më refuzon për prapë, tash ai ka të drejtë më refuzoj, po bosi nën të nxjerrë atë mirakun që esha ku eshe gjalla, ku jetona ku bën, pa edhe mshuri s'ka për mua se unë di që ai ja kam praktisur unë. Po s'kisha, nuk kisha rrugë, s'kisha ku. Dua të të them diçka, e kuptoj. Si historia juaj ka dhe plot nëna të tilla në këtë vendin ton, që nuk e kanë pasur mbështetjen e familjes së tyre dhe janë detyruar që kur kanë sjellë në jetë një fëmijë nga një histori dashurie, familja nuk i ka pranuar, janë detyruar që ta braktisin fëmijën. Kështu që mos e bëj shumë veten tënde fajtore, e kuptoj që e vuan, por ti po e tregon sot pa dorashka të gjithë histori me shpresën që ai do të ndjeki, djali jo do të ndjeki që sot është 34 vjeç dhe do të fali për gjithçka. Kështu që mundohu të jesh e qetë dhe pse e kuptoj që ke një dhimbje në zemër, edhe pse je bërë nën dhe ke fëmijë të tjerë, sepse më pas ti u martove dhe nëna e sa fëmijëve je sot? 3, 2 vajza e një djalë. Me jetë i kesh. 2 vajza dhe një djalë me gjithë djalin që ke braktisur, apo i bie 4 fëmijë? 4, 2 dje me 2 vajza me gjithë atë. E qartë, je nëna e 4 fëmijëve, por për herë të parë të bëri pikërisht ky djalë që fatkeqësisht as emër nuk i vendose.
Ti vendosa për momentin nuk vendosa. Por është e sigurt që në spitalin ku ti ke lindur, ai është vendosur bebe Meço, mbi emri, kështu procedohet, datëlindja 22 dhjetor 1992, mëmësia Dashuri Meço dhe atësia është lënë pikë pyetje apo e ke dhënë? Atësinë ja ka shkruar ato vetë se më pyetën, i thashën i vinë vendosi çfarë të doni, nuk doja t'ja zemringoj me që më braktisë pse nuk e për moment. Ka mbi emri tim Kaplani, jo Meço. Meço e ke Meço e kam këtë. E qartë, ti je Kaplani. Pra mbi emri vajzërisë tënde është Kaplani, që do të thotë ai ka marrë mbi emri Kaplani, mëmësinë ka Dashuri, ndërsa atësia është vendosur pikë pyetje ose është vendosur në një emër artificial nga stafi, sepse kështu do. Me këto histori. Dashuri, qëndrove në spital pak ditë, babai jot firmosi në emrin tënd që atë fëmijë ta braktisje. Baba imi ja ka lënë doktor Kollë, se më pas tregoj, i thanë motrat e vëllai që do më çonin në Tiranë, që ta kërkoja na jep ndaj detaj në diçka që të mbushën formulari. Edhe tha, unë e kam lënë doktor Kollës atje, tha, ai kishte dhënë edhe 30.000 lekë në atë komirë, djalin po i laj dhe lek baba im se isha se mos ja jepni me vete bëj nami. Edhe ai ka firmosur, unë s'mora veç gjë se çfarë bë. Ua më morën për tërë natën edhe më hoq çon në shtëpi. Kur je kthyer në shtëpi, si ka qenë gjendja jote ose përballja me babain që të ndau nga djali? Ata më thoshin pse se mbytet kishte vdekur, aq urrëtie kishin se s'kish ku të vinte me atë. Wow. E dhimbshme. E dashuri, e kuptoj, ishe vënë përballë një pozitë të vështirë që doja apo nuk doja atë fëmijë nuk do ta merrje me vete, babai firmosi, ka paguar para që fëmia të kalonte një jetimore. Por çfarë tregoi më shumë detaje babai? Kishte mësuar diçka nga doktori që në cilën shtëpi jetimore do dorëzohej ky fëmijë, se pas disa ditëve ai është dorëzuar në jetimore, kjo është e sigurt. Pa ai le dhe iku kisha më mori mua dhe e hoqi qafe sa. S'u interesuan me ata për atë. Kush e interesua për atë? Ja kur hapa ai datërë më sot motra mua, ajo kishte parë emisionin në motrën sa mua, se kam dyja motrat i kam në fije. E më thanë mua kështu shuhet tash emisionin sa mua do vemi të kërkojnë? Të vemi tha se po i kërkojnë të gjitha. Tani iku ajo. Dhe ke bërë shumë gabim, nëse do kishe shkuar që në atë kohë tek njerëz të humbur, jam e sigurt që do ta kishe gjetur djalin dhe nuk do ishe sot me mua në këtë live, por nuk është asnjëherë vonë, kështu që e more këtë guxim dhe ke vendosur sot pas 34 viteve ta kërkosh djalin tënd të parë. E dashuri, si ka qenë komunikimi juaj me babain? Ka qenë një marrëdhënie e ftohtë pas, le të themi, momentit që sollën një djalin? Ai të ka lënduar me babain tënd, sigurisht. Ai të lëndoi, por e fale? Tani është bërë pishmend, ai shikon të ma televizor, se di ai që vetë atë ty, se i tha shumë, po pres ta shikojnë televizor, sa ma se ta nxjerrë ditë, ma se gjen fëmijën, pyet sa herë, çfarë bëre për djalin, doli djali thot, e gjetën. Tani e sa para bën ai veti, 34 vjet tani e bën pishmend atë. Pra, edhe sot gjyshi është interesuar ta gjej, ai që firmosi për braktisjen, ai sot është interesuar që ta gjej dhe ndoshta atë gabim që ka bërë kërkon që sot të bëj ty të lumtur, se ka kuptuar gabimin. Pishmendin dora po sa para bë tani hajta gjej po mirë. Ata pishmendja vet duan, ata me male thonë se do vdesim, do ikin me atë brengën sot, patëm ta takoni me gjallit. Pas e gjej ti. Se janë mos janë 87 vjeç, janë të vegjël tani. Dashuri, ti lindën në qytetin e Fierit, mos gaboj? Fierë, në qytetin e Fierit. Që logjikisht Fieri ka afër Vlorën dhe ai fëmijë mund të jetë dorëzuar në shtëpinë jetimore të Vlorës, sepse kështu procedohet. Vendi ku ka lindur, jetimorja më e afërt, aty dorëzohen fëmijët që braktisen. Keni bërë kërkime vet përveç emisioneve? Keni bërë kërkime vet? Kur vajta në fillim fare, pa hapur shpejt, kam vajtur të kërkoja dokumentat në Fier. Motra të futu në Fier, në spital. Me shoqëri së selim të njeri. Shkuar në spitalin ku ke sjellni e djalin, po? Ato në fillim i thanë që janë djegur në 97 dokumentat e fëmijëve, kartelat. A gënyen as donin të kuqe, nuk e di si e patën. Me fjalë ndoshta stërgoni se lejo njeri do gazetarët putën. Janë djegur sa në dokumentat, nuk ka më.
Në fakt, të fëmijëve. Në fakt, edhe unë jam ndeshur me disa qytete në Shqipëri që prej vitit 1997, le të themi para 97-ës, nuk ka më dokumenta për shkak se ne dim në 97-ën Shqipëria ishte në luftë civile dhe qytetarët në atë kohë çfarë nuk dogjën, shkatëruan arkivat të shumta dhe mund të jetë e vërtet që në Fier në 97-ën mund të jetë djegur arkiva dhe nuk ekziston. E dashuri, për atë punë, unë dua të tregoj me sinqert, gazetarit nuk i lejohet fare të hyjë në arkiva dhe të marrë dokumenta. Nëse i lejohet dikujt për të marrë dokumenta, është pikërisht dashuria, jeni ju. Vetëm ti ke të drejtë të shkosh në arkiv dhe të marrësh të dhënat, le të themi, e ditës së lindjes, e ditës që është braktisur fëmia, kush ka firmosur, por nuk i lejohet gazetarit. Aman, dhe ti nuk ke të drejtë të mësosh për fatin e atij fëmie. Këto janë rregulla. Në momentin që firmoset, po të flas dhe po të jap si informacione që ti dish. Një nën që firmos me dëshirë, pa dëshirë, në kushte të vështira, nuk po i quaj këto. Një nën që firmos që fëmijën e dorëzoj një solucion se nuk ka mundësi të arris, ja jepi solucionit, automatikisht ty të hiqet si kujdestari, nuk të njifet më e drejta si nën. Dhe kujdestaria ati fëmije i kalon institucionit. Pra, shtëpia e fëmijës që e ka marrë djalin tënd, ka patur kujdestarin ligjore, dhe këto janë me vendim gjykate dhe janë shumë të rregullta. Dhe shtëpia e fëmijës ka të drejtën e birësimit ati fëmije prap me një vendim gjykate, duke plotësuar të gjitha kriteret edhe nga ana e prindërve birësues. Pra, gazetarët nuk kanë të drejtë, pavarësisht se gazetarët kanë mënyrat dhe format e veta, siç edhe unë, për të hyrë në vende që s'duhet të hyjmë dhe të marrim dhe të zbulojmë, sepse fundja kjo është puna jonë, të kemi burime të shumta për të marrë informacione. Por në këtë gjë që ti po më rrëfen, unë dyshoj si Odet që djali juaj ka kaluar në shtëpinë e jetimores, ka qëndruar pak ditë në martenitet, janë bërë letra dhe është dorëzuar në jetimore. Jo, tani vajta më pas prap, u interesova prap. Vajta futa, me anë miku, futa lartë në atë, hapëm të tëra dokumentat, në kartelen që kisha lindur unë, kisha lindur djalin, me datë me gjitha lindje normale, dashuri ka pa një lindur. Të djalit s'ishin, kurse emrat e nënave ishin të gjitha në regjistër, edhe mora une, ma fotokopiu njën ato dhe mora të kletën bajta, kurse të djalit nuk gjeta kartelen, e imja ishte, unë si nem kisha lindur. Po pra, sepse nuk të lejohet më ty më pas të mësosh çfarë ndodhi me fatin e atij fëmije. Pra ti ke të drejtë të shkosh në spital, të marrësh informacion ditën që ka lindur fëmia, kush ka firmosur për braktisjen, sepse më the babai. Të gjitha këto dhëna mund t'i vënë dispozicion në spitali. Aman, çfarë ndodhi me fatin e djalit, se ku u dërgua, ty si nën nuk të lejohet më, sepse ai mund të jetë birësuar dhe urojmë që të jetë birësuar, që të ketë pasur një familje. Është shumë e rëndësishme që këta fëmijë që lihen jetimore të kenë një familje, mos t'i mëngoj fjala nën dhe bab. Por ty të ka dhëmbur kjo gjë dhe me sa po kuptoj nuk e mësuar më të tjera informacione. Qa të mësoja, nuk se dhe e prejnë ato, u mbyllën edhe ato pasaj mës putë vija. U mbyllë emisioni, se thanë ato do vinë fjerë, do futemi vetë, do kontrollojmë, do të flasim dashuri. Pasaj u mbyllë ku e mbyllë emisionin, ajo nuk. E dashuri, unë sa herë them, një emision mbyllet, një tjetër hapet, do mbyllet pa i gjurëm, live me Odetën, do hapet diçka tjetër, kështu që shqyr që ka dritare të tilla për qytetarët që kërkojnë ndihmë. E dashuri, ai sot është 34 vjeç. Po të dali në rrugë ti nuk e nje. Jo, as bet fjallë. As a i s'veset me njëra susen. A i sigurisht që nuk të njeh, por ndoshta dhe a i të kërkon. Nuk i dihet. Po do kish dalë dhe a i më rëdet. Ka ndalë plot, pa kanë kërkuar fëmijë më të vegjël, ju a i që tani mosh mund t'jetë martuar, esh fëmijë, mund t'jetë bërë babas. Se ndjedhen që po nuk e di, se di, që të thejnë. Imaginoj unë, ndroj unë, po. Nëse do t'a gjejë një ditë dhe t'a uroj me zemër që të gjende djali juaj, nëse do i kishe përballë, kush është fjala e parë që do i thosha? Fjala e parë, nem. Qa të thoshe, djalë? Birë, vetëm mos më falis, vetëm ta shikoj më dhe, të nëzirë me ra konsinent të vdes, nuk dua vetëm ta shikoj një herë. Eshte gjë pa unë e di që ai s'ka dhe më shurize, ka arritu edhe po i birësuar, ka arritu familje tjetër. S'ka se unë edhe fundja praktisa vetë, mund të ketë urrejtje për mua, po. Vetëm me ra konenës mos ikë të vdes, nëse në këtë botë mos ikë me kokën pas me brengët. E ke menduar dhe faktin që
nuk mund të fali dhe s'do të takoj, mund të refuzoj. Le të refuzoj, vetëm bull ta di. Unë e di, s'ka dhe mshuri, le të më refuzoj, e pranoj, edhe të. Vetëm ta di, esh i gjallë dhe esh mirë, ka rëndësi pase. Le të më refuzoj se unë tani shqyqyr, si kërkoj gjena unë, nga i, asi gjë, unë ka me shumë familje, ka familje, jam bërgjyshe 4 herë. E me 2 nipre, 2 mbesa, tani edhe i shqyqyr mas edhe ishtë më aktuar me fëmijë, po. Pra, po s'ke vetëm bull ta di. A i e di unë është se. Në të mosh ishtë tani ai. Unë uroj shpresoj që ai të na ndjeki në këtë live. Çfarë mesazhi do i përcjellësh për ironi të fatit djalit tënd që nuk e njeh? Çfarë do i thuash? Kush është mesazhi, dashuri? Mesazh. Po të doj vetëm të thot, ja mirë kaq nuk i kërkoj asnjë gjë nga ai, as pres, as ai nga unë, as unë nga ai, vetë të më thot, ja mirë kaq. Që kërkoj falje se ka qenë ajo imja, s'pata unë, ku ta shpija, nuk kisha më edhe, ku të qojë. S'kisha për praj që ta mbaja. Ishte dhe kohë shtipo, pjetani, s'pjët njeri, po, atë kohë, ku ta qojë. Në rrugë do t'i vja. Që mund t'a lumturoj, djalin tënd është që ai ka 2 motra dhe 1 vlla. Ai ka plot shqyqyr, po. Edhe këta e duan, se mua këta mëson në Tiranë, edhe djali dhe vajzë kërkojnë, s'kan lem pa kërkuar. Çdo janë futur edhe në internet më do gjë, kam pyetur tani internet, po vetëm se nuk ka emër, kjo është problem që nuk. Edhe fëmijët janë të interesuar ta gjejnë vllajën e tyre të madh. Moj edhe ja, burri sa më ka dërguar, ai vetëm ka thënë, i ke gjë ato të them zemra, po do t'i dua dhe unë pranoj edhe unë, po të let vi. Vetëm ta gjesh, që të dal ajo thot. Dhe brenga mërzi. Mbështetja më e madhe është familja, dhe ty të mbështet edhe burri dhe fëmijët që ta gjesh djalin tënd. Jo. E dashuri, dua të them që fëmijët që janë braktisur nga nëna dhe janë rritur në jetimore apo janë rritur në një familje birësuese, të paktën ata fëmijë që kam takuar unë, gjithnjë lumturohen kur mësojnë që kanë vëllezër dhe motra, sepse historikisht ju kanë munguar vëllezërit dhe motrat. Dhe unë jam e sigurt që nëse djali juaj është birësuar, pra nuk është rritur në jetimore dhe më pas 18 vjeç ka vazhduar jetën, ka dalë nga jetimorja, por ka pasur një familje, nëse ai ka pasur një familje, kjo është e sigurt që s'mund ketë pasur motra dhe vëllezër. Dhe i këta fëmijë janë të interesuar të kenë motra dhe vëllezër dhe jam i sigurt që do lumturohet kur ta mësoj këtë gjë. Dhe uroj me zemër që kam thënë që unë më dërguan vetë, duam po bën kaq vjet çmosit, patjetër ta gjej, vetëm ta gjej shtifon, të dal mirakulli dhe ne ta gjejmë vllafën. S'vesh faj s'pode. E dashuri, pasi e le djalin në spital, si vazhdoi jeta jote? Da garef 1 vit, pase më martuan. Të martuan? Pas martohem me se që dua vesh, por mos u e fati pas zonë të miku djalit, që da zonë dhe me një, së mbande njëri në putë letë. Të të martoni pa tjetë së një. Martohem pas 1 vit. U martove pas 1 viti dhe falë Zotit solën jetë dhe fëmijë të tjerë. Burri si e priti në fillim kur e mësoi që kishe një fëmijë që se pati problema, i që atër e fillim kur atë të odeta, i ke gje, vetëm nuk të ndjek do të, se s'ka mundësi, tha, ik me këtë dua është gje, se kam problem. I kërkoj, e ke fëmijë, po të kisha unë, tha. Të pranoj, s'ka me, e ke fëmijë, vlatë dhe më zemra. Mos kur dilit të kajoj që shikonin të odeta, unë që e tërnatë ku shikoj, a i më dojnë mos e shikoj se u bre me zemrë, përse mos sa shumë mojtë është, ik më i kërkoj e gje, përse mas si po i gjenë të tërë i gje që ti iku e ko tani, së qeset ishte me kohë. Ne do mbetemi bashkë në kontakt, e prezantuam këtë histori, uroj dhe shpresoj të nisim kërkime dhe të mësojmë diçka për fatin e djalit tuaj. Dua të përsëris edhe një herë të dhënat, më lejoj që në këtë live dashuri të bëj një thirrje për historinë tuaj, kushdo që e njeh këtë histori të një fëmije që erdhi në jetë në 22 dhjetor të vitit 1992 në qytetin e Fierit dhe fatkeqësisht u la nga nëna për arsye sepse familja nuk e pranoi, një fëmijë që erdhi jashtë kushdo që ka informacion është i lutur qoftë dhe anonim të më kontaktoj në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. E dashuri,
Unë do të nis kërkimet. Uroj dhe shpresoj të marr lajme dhe informacione dhe uroj që të bëj të lumtur dhe uroj që djali juaj të ketë falur, të pranoj dhe të bashkohesh me të sa më shpejt. Le mos më pranoj adet, vetëm ta shikoj një herë, nuk dua asnjë gjë, vetëm ta shikoj një herë të nxjerr me radhë. Vetëm ta di që është gjallë shmi. Ta shikoj një imazhin e tij, nuk dua. Dhe të besoj. Vetëm ta di që është. Mirë, unë do të marrë në telefon për çdo informacion, për çdo detaj, të përshëndes dhe të pudh nga Tirana. Mbetini në kontakt të dashur. Mirë, e dëgjuam këtë nën, Dashuri Kaplani, nëna e 4 fëmijëve që fatkeqësisht mundi të rriste vetëm 3 fëmijët e saj, pasi fëmijën që solli nga një histori dashurie kur ishte e re, e braktisi dhe ditën e sotme në këtë live forcoi mesazh gjithë me shpresën që i biri do e dëgjoj, do ta ketë falur dhe ne urojmë dhe lutemi që kjo nën të bashkohet sa më shpejt me djalin e saj që solli në jetë e theksoi në 22 dhjetor të vitit 1992 në qytetin e Fierit. E la në spital sa po erdhi në jetë, mëmësia dashuri, atësia u vendos pikpyetje dhe kushdo dhe njerë do të bëj një thirrje, kushdo që e njeh këtë histori me këto të dhëna, mos të hezitoj të na kontaktoj. Mirë, do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashk live, do të hap dritaren për një zonjë, ajo quhet Vera Sala, e cila vetëm përpara disa muajve ka qenë emisionin tim në pagjurm dhe ka kërkuar burrin e saj të humbur, Haki Sala, një 74 vjeçar që jeni duke parë në foto, u largua nga spitali sa po ishte operuar, u largua në 1 nëntor të vitit së kaluar nga spitali dhe humbi çdo lloj kontakti me gruan dhe me familjarët e tjerë. Por fatkeqësisht dhjetorin e atij viti, pra 1 muaj pas humbjes, Haki u gjet i pajetë në një grop pallati në bulevardin, pikërisht në zonën e trenit këtu në Tiranë, në një zonë që nuk ishte e banueshme, por është ende në ndërtim dhe në zhvillim. Ka kaluar 6 muaj që ai është përcjell në banesën e fundit, por bashortja e tij, Vera Sala, kërkon të jetë këtu në live me mua, sepse ajo ka plot dyshime për të ndjerin bashortin e saj. Hap dritaren dhe eftoj. E dashur Vera, përshëndetje. Përshëndetje dhe ti. Si ke qenë me shëndet? Je mirë? Mirë. Më kërkove që të flisja. Ajo oficerja gjyqësore mua më çorientoi komplet. Por pse, çka ka ndodhur? Tani bashorti u gjet i vdekur, është varrosur, sa kohë u bë që ka vdekur? U bë, domethënë 6 muaj që është futur në vej i bëri, edhe 1 muaj që ishte i humbur, që e kërkonim, domethënë 7 muaj. Po. Dhe këto e kanë bërë tashi, domethënë mjekësia ligjore sa ai u gjend në grop. Atje te kantieri. Te bulevardi. Po. Edhe thonë që i ka rënë infarkt. Edhe unë i thash atij prokurorit, si i ra infarkti, thash. Ai u gjet në grop në ujë. Sa ai unë e pash ishte i fryrë. Tha, po të ashu? I thashën, po dosja tjetër ashu? Jo, tha, unë kam vetëm aktin e, domethënë, që kanë stjell mjekësia ligjore. E qartë. Pastaj unë mora avukati dhe ai sqaroi gjithë gjëra, domethënë, ai Drini Pali nuk e ka mbyllur se janë 2 dosje tashi. Është kjo e këtij, domethënë, e mjekësisë ligjore që e ka ky franceze si e kishte dhe edhe Drini Pali që se ka mbyllur. E tash Vera, mjekësia ligjore e ka nxjerrë që ka pasur probleme me zemrën dhe ka vdekur. Ti vetë çfarë dyshon? Dyshon se ka ndodhur diçka me të ndjerin? Po unë them tashi, të biesh në gjitha të lartësi Odeta, me 2 palshkallë që e kanë nxjerrë dhe me 1 pulumbar, që ajo grop e kantierit, ky nuk kishte asnjë lloj shenje. Ti bie një çik këtu në tokë edhe vritesh, o gricesh, ky s'kishte moj në kokë, s'kishte as në fytyrë, nuk kishte asnjë lloj shenje. Kur ju afrova unë që t'ja hiqja atë copën që kishte që t'i shifsha te këmbët se ky ka bërë operacion zemrën 3 bypass,
Po. Edhe ti shifsha atë damarin këtu që i kanë marrë, se këtu ma tregoj ai vizën. E qartë. Aty nuk më lanë mua. Për te këmbët. Pra, ti ke merak se mos diçka i ka ndodhur bashortit dhe kanë hedhur tek ajo grop që fatkeqësisht u gjet pas një Po, muaji. patjetër se derisa unë ju them atyre, ku i ka rënë infakti? I ka rënë për jashta? Si i ka rënë brenda aty në ujë? E këtë gjë mjekësia ligjore nuk e përcakton dot, sepse nuk dihet çfarë ka ndodhur me të. Ndoshta ai mund të ketë rënë në grop pa dashje dhe aty ka ndruar jetë. Ore dakord, po ai si në gjitha të lartësi mojo deta. O jam unë budallaqe, o jam unë e trash, që mos vritet në asnjë vend, pse këmbët mos mi tregoni mua. Siç më tregoi këtë pjesën këtu lart. Për shembull, se ishte kështu në një krah. E dashur Vera, unë e kuptoj që ti ke dyshime që pse nuk të kanë lënë ta shikosh gjithë trupin e bashortit të ndjerit, po kur e sollën në shtëpi, ju nuk patët mundësi ta shikoje vetë? Po nuk na i lanë. Nuk erdhi ai, nuk ashtu. Nuk u lejua të vinte në shtëpi. Por pse nuk u lejua? Sepse ai kishte erë, domethënë. E qartë, kishte shumë kohë. E kam drejtur shumë kohë dhe nuk. E qartë. Domethënë ka ardhur të nesme në orën 1 u bë varimi, në 1:10 ka ardhur këtu. Dhe direkt jeni drejtuar për në Varreza. E kuptoj dhe kjo është arsyeja. E dashur Vera, unë e kuptoj që ti ke ato merakun tënd, por dua të them diçka, tani ka kaluar një kohë e gjatë dhe ndoshta edhe ti je qetësuar, je më i qetë. Në kohën që kërkonin bashortin tënd në emisionin Pa Gjurmë, të kujtohet, kur ti ishe në spital dhe bëje thirrje që ai sapo kishte ikur nga spitali, unë atë ditë mbas dite jam lidhur me spitalin, me pavionin ku ishte i shtruar bashorti juaj. Dhe kam folur me krye infermieren, kam folur me infermierin, me mjekun që ka qenë ka asistuar në operacionin. Me mjekun që është operuar, unë nuk kam asnjë gjë, sepse ai më erdhi atë dite, domethënë që ky kishte hequr kartoterin. Po. Unë atë nuk kam asgjë dhe më ka ardhur. Bile sa ai dhe kur kam qenë te morgu ka ardhur aty dhe te urgjenca poshtë dhe më ka thënë çfarë lloj ndihme që do më thuaj. Nga doktori që është operuar nga Spiro. Nga ai nuk kam. Unë e kam gjithë, ai shefi pavionit ose drejtoresha spitalit. Iku një njeri nga spitali. Si s'më kapën njerëz më thoshin. E qartë, i e ndier, le të themi, e lënduar që stafi mjekësor nuk të vurin dispozicion dhe kamerat në kohën e duhur. U tallën me mua, si policia 4, si ato. Ato më thanë, po, shdite, po djen patrulla, se po të kishte ardhur patrulla dhe rrezik ne e gjenim. Hakiun. Të ndjerin. Por, dua të them, kur unë fola me krye infermieren, dhe infermieret, ato më treguan që Hakiu, ato kishin kuptuar që ishte prekur nga skleroza. Dhe ishte pak agresiv. Ato nuk dëgjoj tash. Unë me ato krye infermieren se ka ardhur. Ajo ditën e shtunë nuk ka qenë fare dhe ai në kartel nuk ka që është prekur nga skleroza. Mos ja ngjisin kot budalliqeve. Ai gjithë e ka nga ajo që i kanë hedhur. As mos thon fare. Edhe unë bile sa dite kam takuar të dy ato të se arova anestezistës dhe i tha shifi ndodhi. Narkoza... Po tha ndodhte moshat e mdhaja. Po, e dashur Vera, unë kur kisha babain gjallë, para një viti, edhe ai bëri një operacion. Dhe kur doli nga operacioni nga narkoza, ju deshko të kthjellohesh dhe ndodh kjo te mosha e tretë. Prandaj po them që nga operacioni, nga narkoza, indikoi te kujtesa dhe ishte prekur nga skleroza, sepse dalja e tij në mënyrë të pavetdijshme nga spitali, do thotë që ka patur diçka, sa ai po të ishte mirë, nuk do ikte. Unë e di, ai ka dalë vetëm për cigare. Për të pirë cigare. Vetëm për cigare.
Se nuk piua, do me thënë që kur hyri në operacion, dhe atë natë dhe të nesme, deri në orë 1, dhe unë i thash, sa të vi unë, do të nxjerr unë për jashtë. Dhe unë e kam pas, cigaret i kam pas unë në xhep. E qartë. Më kupto? E qartë. Dhe unë e pash që atë natë që ai filloi. Unë kërkova që ai të lidheshe. Këto e lidhën me ashu, me ato të serumit. Ai i zgjidhi komplet. Dhe unë hyra prap aty dhe i thash, qa ke i thash unë? Ja tham ka lidhur, ama i thash, ja tha do t'i zgjidhun këto, tha. Edhe i zgjidhi. Pse mos e lidhshin me fasho? S'kishin fasho, kisha dalë, kisha blerun. E kuptoj, duhet të merrte më shumë masa stafi, ndoshta roja tek dera, duhet ishte i përgjeshëm që s'duhet ta linte, duhet ishte lënë porojësisë edhe për të lidhur se lidhje dot. Që dhe unë ta besoj që ai ka dalë. Mu vetëm një më është treguar që e kam të në celular, vetëm që ka zbrit e shkallët, ose ka dalë nuk, ajo është si gjë e montuar. Vera, që ai ka dalë nga spitali ka dalë dhe ka humbur rrugën. Ore dakord ka dalë dhe unë ç'to dua, jem plotësisht, pa ajo dita nuk ecet, ai mua më kërkoi, 2 herë kemi shkuar në urgjencë. Do me thënë, unë jam këtu të shpinë të ambulanca në AJ10, deri të urgjenca, aty a i më kërkoj taksi. Si ka për gjitha të rrugë, që nga spitali deri atje të bulevardi. Që u gjetë pikërisht tek një pallat që përndërtoj, gropën e një pallati, e qartë. Gropë e pallatit. Dhe të mendosh që ai sa ishte operuar. Po, pra. Pra dhe ishte vetën fill të pijameve. Që është fotografia. Sinqerisht më vjen keq, ti ke dilema dhe do t'i sqarosh se mendon se ndoshta ka ndodhur diçka e keqe, i kanë marrë jetën dhe kanë hedhur në atë grop, por ndoshta mund të jetë kështu, ai ka qenë jo fort mirë, i pavetëdijshëm, ka humbur rrugën, i operuar, moshe madhe, ka rënë në grop. Ato do ta shifte një njeri. Por ai nuk ishte shenja në trup, le të themi që mund të ishte dhunuar. Mua ditë shefi policisë më vetëm kaq më ka thënë. Kur më njoftoi tha, ka pas plak mbrapa kurizit, jo, i kam thënë. Ai nuk ishte asnjë lloj. Unë nuk e di tash, pse këmbët mos më tregoheshin mua, nga doktori i morgut që ka qenë atë natë. Varet si ka qenë dhe situata e trupit, ka qenë një muaj. Po mirë, mi letë më thoshe, mos më nxirte për jashtë. E kuptoj, ke dyshime nga mjeku i morgut, ke dyshime ai që ka bërë ekspertizën mjeku ligjore ti dyshon për këtë gjë. Po dërtoj se unë shkova për t'i parë. Këtë, te Hakiu është njoft nga tatuazhi që ka pas, që ka bërë në ushtri. Po. Dhe dukeshe kjo pjesa, sepse dukeshe Hakiu dhe ishte i entur. Pastaj të biesh në gjitha të lartësi, a i kishte gjithë sytë e mbyllura, gojën e mbyllur. Te po t'i ketë rëjmë, i fakt a i kishte ngelur me gojë hapur, ose me sy hap. A i kishte gjithë gjërat e mbyllura. Surja kishte mbyllur njeri me dorë. Mirë, po mendo që ishte edhe në morgë, i ka bërë dhe morgu këto gjëra. Mendo dhe... Ja, nuk ma ha mendja. E dashur Vera, ne do flasim të dyja edhe më vonë bashkë. Unë do mundohem të jem pranë teje, sepse di dhimbjen që ke përjetuar. Nuk i harroj ato lutjet e tua, ato lotët e tua kur humbe burrin. E mbaj mend shumë mirë, por si kanë qenë këto 6 muaj pa Hakion? E vuan? E vuaj, tamam se miku, se pse e qova me duart e mia, ta disha se kisha qenë fare. Më mirë, le të vdiste në shtëpi, po dhe jo në këtë gjendje. Se unë e kam kuruar gjitha me ndash me bypass, ndash kur nuk e kam ashu. Edhe ta rinde në këtë mënyrë, vallaj nuk e ashu. Të besoj, është e dhimbshme. E ke pasur bashkëshort dhe ke ngelur e vetme dhe sigurisht që e vuan humbjen e tij. Prandaj po them se iku në një mënyrë nuk e di, edhe mos gjendeshe u gjend aty muaj kur punëtorët e ashu. Edhe spitali asë gjë dhe akoma i në drini pati se kam mbyll dosjen, dhe shkoj avukati.
Edhe thot ai, unë me vërtet shkova te fikse dhe ka marrë. Unë desha që ta gjeja, nuk kisha me prokurorinë atë kohë. E kuptoj. Ti të interesonte të gjeje burrin, se të kishte humbur. Këto të katërt jam dalë me mu, unë s'kam lënë rajon policie bashku, shkova te Misymshyri, shkova te Unaza atje, dhe kur shkova te Misymshyri që filluan këto, duke e bërë për kamerat. E dashur Vera, unë dua t'jap dhe një ngushëllimet. Rof, shumë faleminderit për teje. E ktheje në forcë, të uroj më të mirat e kësaj jete, e kuptoj. Sepse dhe unë jam vete smurja, unë me 2 korrik kam kontrollit ashtë që kam që bëj për vete. Je vetëm, jeton fare? Vera, ti je vetëm, jeton vetëm tani? Vetëm jetoj me qiraja. Nuk e asnjëri që kujdeset për ty? Asnjë motra janë, po se cila janë shpityre sa do. Vinë shkretat marrin telefon, nuk po them si jam po pra. Ti me Akiun nuk bëre fëmijë, nuk sove një jetë fëmijë? Ja. Nuk je bërë nën kurrë? Ja. Jeton vetëm me pensionin tënd? Urdhë? Jeton me pension, ke pension? Pensionin dhe punoj, se duhet la qiraja. Por më fal, sa vjeç që je ti Vera? Ja, tash i vjen tetori, bëj 68. Dhe punon akoma? Qa të bëj? Qa punë e bën? Ja, jam atje të nipat e Akiut. Të besoj. Është e vështirë, por Zoti të dhënë forcë, jetë dhe shëndet, dhe sinqerisht më dhimbset historia jote. Dua të përqafoj dhe dua që një ditë të vi dhe të pi një kafe me ty. Patjetër. Kështu që të përshëndes Vera dhe do mbetemi në kontakt. Mirë, shumë faleminderit. Miru pafshim zemër. Miru pafshim, rrofsh. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 06999555698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori reale, histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit dhe ju që jo vetëm më ndiqni, por dhe më mbështesni. Takohemi nesër me një tjetër histori. Miropafshim.